Prej mirësive të këtij muaji është se në vetë këtë muaj ndodhet nata e Qadrit. Kjo natë madhështore, nata e cila nuk është e barabartë me 1000 muaj, po është me vlerë më shumë se 1000 muaj. Pra adhurimi atë natë nuk është i barabartë me 83 vite e 3 apo 4 muaj. Jo. Është më i vlefshëm se 83 vite e 3 muaj apo 4 muaj. Allahu i lartësuar thot: Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne kemi zbritur atë në Kur'anin natën e Qadrit. Wa ma adraka ma lejlatul qadr. Është e bëri të di se është nata e Qadrit. Lejlatul qadri khajrum min alfi shahr. Nata e Qadrit është më e mirë se 1000 vite. Është më e mirë se 1000 vite. Kjo natë e cila gjallërohet me namaz, gjallërohet me dua, gjallërohet me dhikr, me sadaka dhe lexim të Kur'anit. Lutë Allahun Azza wa Jall na bëj të mundur arritjen e këtij muaji dhe çka është më rëndësishme të arrijmë atë që shpresojmë në këtë muaj, faljen e gjunaheve, arritjen e shpërblimit të madh, arritjen e mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala.